Kam të ftuar në një lidhje direkte nga Shtetet Bashkuara të Amerikës këngëtarin Arjan Korkaj. Arjan Korkaj së fundmi ka publikuar një këngë dhe për të folur për këngën, për motivet, për bashkëpunëtorët që ka pasur, kujt ja dedikon këtë këngë, kam vetë zotin e punës në një lidhje direkte. Arjan, faleminderit shumë që gjetët kohën për këtë intervistë. Në respekt Allah, faleminderit dhe ty dhe gjithë miqve që na dëgjojnë. Faleminderit. Arjan, për të tjerët bëjmë burg. Çfarë është kjo këngë? Është një këngë besoj shumë ndryshe nga tjerët, nga çdo këngë që kam bërë, sepse të njëjtat unë nuk e shoh të arsyeshme, plus që desha të kap një temë që e kam dhënë fjalën dikur tek do të jem shumë i sinqert, u frymëzova kur pash Tan Hoxhën, Artanin, që foli për një velqot që kapën, se nga Velqa janë vetë si origjinë. Edhe nga Plugu se kam lindur, por Velqa është gjaku, është rrënja. Edhe kur dëgjova që kapën një djalë që ka bërë ato të vetat, nuk e di çfarë ndodh, por kur mora vesh më hollësisht, domethënë që i thoshte vetë Tani që ka qenë djalë për jurist, domethënë studionte i zgjuar. Dhe vajte në çon atje ku e çon, nuk e çova unë, as ti, as njeri. Po sa mund të kenë si ai që janë të zgjuar dhe i detyruan të venë atje, ose të bëjnë gjëra që nuk duhen bërë ndoshta. Edhe aty u frymëzova, domethënë që merrti ajo ide, për të tjerët bëjnë burg. Asi s'bën burg për vete, se pëlqen e vajti të bëj, mendoj unë. Për tjerët, se zhytën bëhen, apo i zhysin, apo i bëjnë, i çojnë atje ku i çojnë. Për mua ata quhen djemtë e mirë që nuk duken edhe, e them shumë burrërisht, djemtë e mirë që nuk duken edhe bëjnë ato që bëjnë punët e tyre, unë nuk dua të vritet njëri vëlla. Si ide për mua si Arjan. Po që tu këndojnë, po për tjetër, e quaj më burrëri ti këndoj këtë, apo më mirë ra shiu apo ra tërmeti, ra bora ti bëjmë këngë. Nuk e quaj unë këtë, nuk dua, nuk jam unë aty. Është dikush tjetër që mund ta bëj. Unë jo. Unë i këndoj atyre me shpirt tamam siç e mendoj unë që i këndova. Edhe si thot kënga. Mundova që mos lëndoj njeri ku, edhe pse të shumtit dhimbi më dhanë, e brenda hekurave u vera më burë. Pa më nënë vetëm ti më prisi jashtë. Pra, që aty fol edhe me Reshatin, që ti e të mirë Reshat Arbanën, e thash, profesor, si t'ja bëjmë, duhet dy fjalë nga ana jote, sepse ka vokalin më potent, për të recituar, është ai që është Reshat Arbana, nuk është pak. Edhe më tha, po Arjan, do e bëjmë, se miq jemi edhe për njëri tjetër pse mos ta bëjmë. E bëri. Edhe vlerësoj pa mas, besoj se ka dalë bukur. Tash ti po të marrësh gjykimet e njerëzve, pse muzika greke, pse ti je shqiptar, je i shitur, këto i kemi ne në majtë të gjuhës, në majtë të gjuhës. Jo bajgani ata që lën ato komentet, që lën ato se jemi në ekran e s'dua jo njerëz të fliqur, njerëz zero, se as 0-1 jeni, po jeni 0-0. Vora muzikën greke, sepse pra atë person që unë nuk frymëzova, ose edhe për vetë, ose për këdo që vuan, nga atje ka nisur, nga Greqia kanë kaluar. Ishte një muzikë që mua më jepte potencë në tekst, në këtë tekst. Që t'jemi sinqert dhe dim çfarë themi. Tash ti çfarë dalin në për rrjetet sociale, do thonë, le të shikoj një herë me nderin e tyre, mos them banjën e tyre që vjen pa u afruar, pastaj lën komente. Mendoj unë, kështu mendoj unë. Unë i këndoj shpirtit njeriut. Siç jam njeri vetë me ndjenjë, me zemër, po ashtu janë dhe ata besoj që futen e dalin punët e tyre, se s'do i hynin punët e tyre. Por që më dhëm shpirti sepse edhe ata janë bi nënash. Kaq që thjesht. E nuk i detyrohen të futen hekurave, apo të vriten, apo të bëhen. E kanë zgjedhur vetë atë rrugë, është punë e tyre. Unë them, kush i çoj atje? Kjo është ideja ime në këngë. Edhe si fillojnë, në vërtet gjithë me halle me probleme. Velqoti që kapën për shkakun njeriu im, që njeriu tim e quaj. Mbet vonë se çfarë kërkojnë, çfarë e bëjnë, apo çfarë mund të ketë bërë. Problemi i tij, po që dua të them, ai si njeriu im, si preardhja, ndër nga kam preardhjen,
Ka vojtur, se nuk nisi bire e bukur, domethënë juristi biri botës, mbaron për jurist, edhe futën në ato rrugë që futën. Kaq, atë frymëzim mora unë dhe vazhdova dhe e bëra. Për kë bëhet Tash sa fjalë për Arjan? muzikën. Kemi një emër apo nuk do ta thuash? E di populli, nuk e di, e ka shpjeguar, ka qenë Tan Hoxha ka shpjeguar në lajme kudo që ka për dritanë e xhepi bëhet fjalë, atë pash, atë bëra. Siç sa mund të ketë, sa dritana mund të ketë kjo tokë, nuk e di, më kupton. Djem të mirë flas. Sore, nuk janë djemte, nuk flasin për tash ata që marrin, bëjnë diçka, bëjnë edhe dalin nesër në për lokale të hiqen e të mburren e të bëjmë, jo. Unë djemte mirë i quaj ata që nuk duken. Për mua, që kanë zëma, nuk të ngacmojnë kot. Mendoj unë. Do të thosh ty s'ka ngacmuar ndonjëherë, na thirrën ka ngacmuar live disa karagjoza që mund të quhen, që hiqen të natës apo çfarë hiqen. Kam bërë unë një telefon atje ku më është dashur një herë që se erdhi puna tërës. Mbaroj muhabeti, bëjnë si ato pulat pastaj si ato se i njohin kush janë të mëdhenjt. Por nuk dua të nisem nga asnjë gjë personale. Unë nisa atë që pash si frymëzim, domethënë ky djalë kaq i zgjuar, domethënë të arrit të studiojë, të bëj, të bëhet jurist, e ju shkoni e fusin atë, pa meni këta bajgat që i kemi jurist sot, këta plerat që po drejtojnë, kush e çoi atij ata? I çova unë? Jo, i çuan ata. Ata i çuan. Që ndoshta mund të kenë qenë dhe shkollë bashkë, po u bën më gangstera sepse marrin e bëjnë e mbulojnë njëri tjetrin. Nga ajo unë isa unë, asnjë tjetër. Bëra një këngë që e ndjeva me shpirt dhe jo nuk jam bërë pishman, por në një farë mënyrë ndjehem edhe krenar pse ceka këtë temë, që nuk ka guxuar njëri deri sot. Nuk tash po flasim për këngë tash tate du fustan, tate du e thash si ide, jo se të ke kuptoj me kolegët apo si mund të them një këngë tjetër, nuk e di, nuk dua të nisem me çfarë bëjnë të tjerët, por dua të them që flasim për këngë që mendoj unë si Arjan që kanë vlerën e tyre. Kush nuk do ta vlerësoj, nuk më bëhet devon fare. Unë e bëra këngën se ashtu e ndjej unë. E bëra këngën që t'jap një mesazh atij djali dhe çdo djali që lufton jetë dhe vepron jetë, që është jeta kaq e vështirë, edhe në këtë jetë të vështirë nuk vajten vetë. I dërguan. Ndoshta pasardhësit e tij, kushdo që të jetë, ose të tjerë që shikojnë, se mendojnë se po bëre ata, po bëre këtë me se do kenë femra afro apo çfarë do kenë, apo nuk e di, edhe ajo është jeta, nuk është ajo jeta. Kjo është ideja ime. Ndaj dhe u bë ajo këngë që u bë. Mendoj unë. Për komente, për ofenduese, njerëzit do lënë se atë punë kanë. Ata që janë të vegjël, nuk bëhen të mëdhenj kur, çoj ku të duash. Nuk do bëhen të mëdhenj. Të mëdhenj ata që janë, që kërkohen. Kaq. Ky është mendimi im, ku t'i vi mirë, kur t'i vi keq, kështu e ndjeva, kështu e bëra. Arjan, tekstin e keni bërë ju? Po. Muzikën kush e ka realizuar? Muzikën e kam bërë po unë, thjesht orkestrimi dhe përpunimi gjithçka u bën në Greqi. Nuk u bën në Shqipëri. Sepse nuk mund ta bëja këtë tekst të tillë, mendoj unë gjithmonë, çdo njeri ka mendimin e vet. Nuk mund të bëja këtë tekst të tillë me një muzikë, as me klarinet nuk më përshtatej, as të bëj siç kanë bërë jo për nënën, jo edhin limon, ajo bën si uqajin, nuk më ke mua. Për mua teksti dhe vokali potent, nëse është që ti jep drejtim dhe jep kuptim këngës, për mua është çdo gjë. Unë e kam ndjerë në shpirt. Ndaj flas dhe kështu siç flas sot. Jam aq zotëri sa flas drejt për drejt, aq sa flas. Ky është mendimi im. Mund të kem bërë gabim, do thuash. Për çfarë mund të kem bërë gabim? Se drejtova një njeri nga kam preardhjen unë. Që të them historinë. Nuk di ç'bën ai në jetën e tij, as nuk e njoh fare bilës. Po që do thuash ti pse do të jetë mirë ideal që mund të ketë bërë çfarë, patjetër që do të jetë mirë. Thash, ideja që e detyruan. Për mua ka mundësi dalin nesër që të gjithë dalin nesër. Të fillojnë një jetë e re, të dalin nesër që të gjithë. Pse unë i çova atje, nuk i çova unë, asi nuk çova unë. Unë i këndoj dhimbjes, kaq. Jetës tyre shpirtërore. Ndoshta e kam prekur. Këdo, domethënë, këdo person si ai. Ky është mendimi. Arjan,
Të uroj suksese në këngët e tjera dhe faleminderit shumë që e ndat këtë projekt muzikor këtu me mua në VIP Magazin. Ishte kënaqësi. Të paça me jetë Gurian, të faleminderit, edhe pse që është VIP Magazi, ajo stema VIP s'm ka ardhur akoma se desha ta varr rrugëve, thash më hëngër të mortja mua ja rebi o zot. E kemi nisur, po besoj posta bën atë të vetën. Lere s'ka gjë, boll që kanë bërë këngë këtu edhe i faleminderit atyre që ma quan dhuratën. Është se bëjmë të shaka. Të paça me jetë të faleminderit. Faleminderit shumë. Edhe të gjithë atyre një mesazh, të gjithë atyre që janë brenda, nuk e di për çfarë arsyesh mund të jenë. Ja uroj me shpirt të gjithë të kenë një dalje sa më të shpejtë për vetë tyre. Se janë bi nënash. Dua mos vriten, po dua që mos vriten, se gjuna. Tash nuk e di, të tjerat nuk e di vëlla. Kështu ndjeva, kështu e bëra. Të paça me jetë të faleminderit. Faleminderit shumë.